Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ndaloni gazra dhe pastroni zorët një herë për gjithmonë. Ja mënyra natyrale. Duke folur për kapsllëkun, diarren dhe sëmundje të tjera të shkaktuara nga keq funksioni i zorëve, nuk është një gjë e mirë, por duke ditur se si të shmangni ato mund të jetë shumë e dobishme. Në të vërtetë, shmangja e këtyre problemeve mund të parandalohet edhe të përmirësohet shëndeti juaj duke lehtësuar edhe problemet e zorëve. Siç mund t'ju ketë ndodhur më parë, zorra juaj është e mbushur plot me toksina. Si pasojë e mungesës së vitaminave dhe ushqyerjes së dobët, mund të keni dobësi muskulare, lodhje dhe energji të reduktuar, rritje të pashpjegueshme në peshë, gjumë të keq, pozicione të përzjera dhe probleme të barkëqitjes. Funksioni i keq i zemrës, irritim të mushkërive. Të gjitha këto mund të jenë shenja të plota të problemeve të zorrëve. Siç mund ta shikoni, efektet e një zore të sëmurë ndikojnë në të gjithë trupin. Kjo është një arsye pse ju duhet të siguroheni që ajo të funksionojë më mirë. Në të vërtetë, një person mesatar mund të ketë 4 deri në 7 kg mbeturina në zorët e tij ose të saj pa qenë i shëndosh, dhe kjo mund të rritet te ata që kanë shumë ankthe ose alergji. Ushqimet jo të rregullta mund të shkaktojnë probleme me sistemin tretës që mund të ndodhin vit pas viti nëse nuk trajtohen në kohë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme për shëndetin tonë që shpesh të pastrojmë stomakun tonë. Për këtë ne ju paraqesim një pije shtëpiake që ka nevojë për përbërës minimal. Për këtë ju duhet kjo përbërje: një lugë xhenxhefil organik, një filxhan lëng molle, gjysmë gotë ujë, 2 lugë normale lëng limoni të freskët, pak krip gjelle. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj pije. Ngrohni ujin në një tigan dhe sapo të zihet, zvogëloni nxehtësinë. Pastaj shtoni kripën dhe i përzjeni derisa të shpërbëhet. Pastaj e vendosni përbërësit e mbetur dhe i përzjeni mirë. Pini një gotë nga lëngu çdo mëngjes me stomakun bosh. Sigurohuni gjithashtu që të pini shumë ujë në ditë. Kripa do të aktivizojë largimin e toksinave dhe do të rrisë tretjen. Lëngu i mollës do të aktivizojë zorët dhe xhenxhefili do të reduktojë fryrjen. Kështu do të keni një lehtësim më të mirë për zorrët tuaja. Zorra e trashë është 5 metra e gjatë. Ajo zakonisht priret të ketë probleme me funksionin e saj dhe gjithmonë duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje. Ajo luan një rol të rëndësishëm në jetën tuaj të përditshme dhe për këtë arsye nuk duhet t'i injorohet. Janë disa nga rregullat që nuk duhet ta anashkalohen për funksionin më të mirë të zorrëve tuaja. Shtoni në dietën tuaj vitaminën C. Kjo vitaminë gjendet në shumë fruta dhe perime dhe ju ndihmon në pastrimin e zorrëve, thot një studim i vitit 2015. Prandaj duhet të konsumoni gjithashtu lakra jeshile, brokoli, lule shtrydhe dhe limon. Gjithashtu, përdorni probiotik, baktere miqësore për mbrojtjen e zorrës së trashë. Ullumtimet sugjerojnë që probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të zorrës së trashë. Këto baktere të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjeve të zorrëve, dy funksione të shëndetit tretës që kanë të bëjnë me zorrën e trashë. Nivelet të larta probiotike gjenden në ushqimet e fermentuara si kosi, uthulla e mollës, djathje të tjera. Shtoni niste shten në dietën tuaj. Niste shtet rezistente që gjenden në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajoret, bananet jeshile ndihmojnë për një zorrë të shëndetshme duke rritur mikroflorën e zorrëve. Gjithashtu, një rishikim i vitit 2013 mbi niste shten rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë, citoi dhe Elsaj. Pini më shumë ujë për të rregulluar gjithashtu sistemin tuaj tretës. Mungesa e lëngjeve është një shkak i zakonshëm i kapsllëkut. Kështu që pirja e 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mund të parandalojë këtë. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojës tuaj për marrjen e lëngjeve është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë në përmbajtje të lartë ujë, si kastraveci, kungulli i njom, selinot, domatet, pjepër dhe lule shtrydhe. Sigurohuni të hani më shumë ushqime me fibra të larta, si bishtajat, arrat, mjedrat. Gjithashtu, çajrat bimor ndihmojnë në përmirësimin e funksionit tretës dhe të zorrës së trashë. Provoni të bëni një lavazh me ujë të kripur për zorrën tuaj.
Një studim i vitit 2010 vërtetoi se uji i kripur pastron zorrën e trash. Çdo mëngjes, para se të konsumoni ushqime, përzierni 2 lugë çaji krip në një gotë me ujë të vakët. Pijeni atë shpejt dhe përsëriteni këtë procedurë edhe në mbrëmje për të lehtësuar gjithashtu ndjesinë e fryrjes së zorrëve. Ekspertët e shëndetit mendojnë se shëndeti i mirë fillon në zorë duke qenë se shërben si një mburojë për sistemin imunitar. Në të njëjtën kohë, zorra është e lidhur direkt me trurin dhe shëndeti i saj lidhet me gjendje emocionale dhe hormonet, si dhe me peshën e shëndetit të përgjithshëm. Një problem sado i vogël me zorrët mund të çojë në probleme të ndryshme si fryrje barku, gazra, alergji të ushqimeve, ankth, depresion, luhatje humori, probleme me lëkurën, sëmundje autoimune, infeksione të shpeshta, madje dhe diabet. Shëndeti i zorrëve mund të ndikohet nga shumë faktorë duke filluar nga mosbalancimi dietik, përdorimi i tepërt të ilaçeve, mungesa mineraleve, stresi e të tjera. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj të zorrëve, atëherë duhet të siguroheni të konsumoni një sasi të mirë të ushqimeve të duhura për dietën tuaj. Ushqimet do të luajnë një rol pozitiv në shëndetin e zorrës dhe do të sjellin gjithashtu lehtësimet më të mira kundër kapsllëkut. Kapsllëku është një nga problemet më të mëdha i cili mund të ndikojë drejt për së drejti në komplikacionet e sistemit tretës. Nëse vuani nga kapsllëku, atëherë dijeni se keni një problem të madh në zorrët tuaja. Si pasojë e ushqyerjes së gabuar, kapsllëku mund të nxjisë krijimin e malformacioneve të ndryshme të cilat mund të krijojnë edhe rezistencë të tretjes. Gjithashtu, mënyrat më të mira natyrale për pastrimin e zorrëve janë: merrni probiotik, pini mjaftueshëm ujë, konsumoni ushqime organike të shëndetshme të pasur me fibra, minerale, vitamina dhe përbërje të larta të ujit. Ushqimet e pasur me fibra ndihmojnë gjithashtu në largimin e toksinave nga trupi dhe mbrojnë traktin digestiv nga inflamacioni. Shmangni ushqimet që përkeqësojnë inflamacionin si pije të gazuara, mish i kuq, drithëra të përpunuara. Ulni nivelin e stresit. Ky i fundit shkakton inflamacione të trupit dhe sistemit tretës. Pini çaj jeshile ose xhenxhefili pasi janë të pasur me enzima që ndihmojnë me tretjen. Mbroni mëlçin dhe përpiquni gjithmonë të konsumoni sa më shumë produkte natyrale. Shëndeti juaj i zorrës është parësor për organizmin e fuqishëm. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e zorrëve, atëherë në dietën tuaj duhet të shtoni sa më shumë produkte natyrale. Gjithashtu, evitoni pijet e gazuara dhe ato me yndyrna të tepërta, pasi siç e dini mund të ndikojnë në përkeqësimin e sistemit tretës. Në sistemin tretës do të keni edhe probleme të ndryshme, prandaj një sistem tretësh i shëndetshëm ndihmon në shmangjen e shqetësimeve që mund të pengojnë dhe të përmbushin detyrat e përditshme në parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve që kërkojnë trajtime mjekësore. Një mënyrë efektive për të mbajtur zorrën e shëndetshme është të bëni një zakon pastrimin e tyre. Shumë nga problemet akute të tretjes lidhen me konsumin e ushqimeve të pashëndetshme, ushqimin e tepërt, stresi dhe infeksionet. Edhe pse këto janë zakonisht të vogla, nëse lihen pa u trajtuar, ato mund të përshkallëzohen për probleme kronike. Për këtë arsye, pastrimi i zorrës është një hap i rëndësishëm drejt mirëqenies së përgjithshme. Pastrimi i zorrës shpesh i referohet si pastrimi i zorrës së trash. Ky është një proces që kryhet zakonisht për përgatitjen për procedura mjekësore. Megjithatë, përdorimi i saj mund të bëhet edhe në kushte shtëpie, duke konsumuar më shumë ujë. Uji është esencial për tretjen e mirë dhe lëvizjen e rregullt të zorrëve. Ai ndihmon gjithashtu në largimin e bakterieve të këqija që shkaktojnë probleme me zorrët. Ndryshoni dietën tuaj ushqimore. Konsumoni ushqime të pasura me fibra dhe drithëra, fruta dhe perime që ndihmojnë në optimizimin e tretjes dhe pastrimin natyral të zorrës. Ushqimet e fermentuara si kosi, lakra, turshit dhe kimchi ofrojnë probiotik të dobishëm që mbështesin ekosistemin e shëndetshëm të zorrëve. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.